PDK pas ka thirrë protestë kundër Albinit me 17 shkurt. Krejt Kosova din që me 17 shkurt të thirrë protesta, Liria ka emër kësha e ka thirrë, pa ta e në PDK-s, e kanë thirrë për drejtësi, edhe me dalë kundra gjykatës të Hagos që janë të bon pa drejtësi kundër 4 ish komandantave të QK-s. Tash në këtë tjetër anë dolin këta të PDK-s edhe thojnë do të me dalë sa ma shumë që me dalë kundra Albin Kurtit, kundra qeverijës, kundra me 17 shkurt, me rajt poplin, me thonë hajde se po dalëm për një protest për drejtësi e jo politik. Këtë tjetër anë ju banë thirrje, thëtë hajde dilin protest kundra Albin Kurtit. Qysh keni ftyrë kështu me rajt poplin? Tani po ankoj, po thoni jo, po pse popli s'po na voton? Po qysh me të votu popli kur e ranë sy me sy? Ja thirr protestën për tjetër sen, mobilizohet krejt Kosova, po ta jep mbështetjen krejt Kosova, edhe që është në ditën e fundit, edhe i thirr tash në protest me dalë kundra Albin Kurtit. Ja e një të bo, qatë protesta e një të bo kundra Kurtit, a kundra gjykatës se për bes nuk është ka e kuptën kërkush. Mëse rane bre publin kështu, ranca, o hojna, moni se marrë është me rajt 2 milion njerëz o burë. Njeri vjen në protest për tjetër sen, ju fol një tjetër sen. Edhe ma keqe kush e mon protestën e kush e mon fjalimin që ata që kanë votu vetë gjykatën speciale. Edhe dilni tani po ankoj, po thoni jo, po kështu, jo, po na jem mirë se Albini është i keq. Po jo, ranca s'moni, ashtu me bo. Pople nuk i hanë foret, nuk i hanë ranat. Ti mund është me rajt 1 herë, 2 herë, 3 herë, po jo një 30 vjetë burë, së në ranë. Qysh del me haptas në televizion kësh dalë, kë gruda i PDK-s kësh thonë që në protest do të me dalë edhe kundra Albinit edhe kundra qeverijës. Të këqyre që far imaginatet të fel, far tradhtijes, far rana, far senet bojnë, ta ngullë thikën ma shpinës. Kur një popull është të organizu me dalë në protest ato për dishka tjetër, këta hojnat thënë ja do të me dalë kundra Albinit. Po ti e provove kundra Albinit. 57 deputet. Para një jave e provove bre, i qitë gjinë në rrugë për rrymën 7 vetë. 18 gazetarë, 7 vetë. Kënë. Po më në që pople i hanë foret e tua. Po jo bre. Po nuk shkon. Edhe Albini do të më mush men që me këta mos me pas bre të përzime kur gjon heq. Këta që shtu 2 milion me shku këta të poshtë. Ka 10, 12 e meron 7, 5 taj dikura heq mos me kon të hojna. Gardibet vjet për tyne ranca. Tranë sy me sy një burë. Hajdin protest për tjetër sen, kënena ta ngullë thët jo protestën për bona kundra qeverijës. E kur kryet protesta del në televizion thët a paso njeri ka dalë kundra Albinit. Në protestën që ose dikush del nesër mas nesër, del për tjetër sen. Se i kini rajt për tjetër sen. Po njerës nuk dalin kundra Albinit. Nuk mund me bërë me mashtru këtë shkallaj. Zdi ku për mërë në këtë besim kështu me dale me rajt poplin, me thirë protest për tjetër sen dhe me shfrytëzut njëjtën protest kundra Albinit. Pa dëni me tranu Albinin me qut 80%, a se pak ka shku 52%. Jo 52%. Po me vota me një veç shqiptare, Albini është 58%.
58% ish Albini, veç vota shqiptare, pa i shkite minoritetet e këtu tjerat, Albini kësh mërin 58%. Ajo krejt opozita, 4 parti, 5 parti, sa për e bin juve 42%. Albini veç vetë 58 i ka. Atëni me që 70%, 80%, me që si rana, me që si mashtrime që i bani jo për çdo ditë. Po më nën ti se pople hanë të fure, edhe qohet pople tash, edhe në gënat gruden, e në gënat atë me mlekërstiqin, ma bre se nuk e hanë të fure. I ngova sëd në parlament atë për dykës të mërkemene, ani kur folshin për ushtrien, për bugjetin e ushtrijës. Po bugjetin e ushtrijës jo e keni pas 40 milion, bre. Edhe ato 40, ja keni hek 20, ja keni marrë prap, ja keni lon 20 milion. Prej 20 milionve, 18 milion, ushtria veç ka pagu buk, në vet, buk, të vjedh edhe në buk e keni vjedh ushtrijën jo. 18 milion vet buk, 2 milion asas qarapa s'keni mujt me ble, për që ata akon dath e desh këtë ushtria. Sot po folet për 300 milion, 400 milion, 1 miliard Albini, e thë njërti nuk je ka ban kur gjo. A ti ke pas bon ti kur e kom, po 20 milion e ke dhonë ushtrijës, edhe ato 20 milion, 18 milion e keni vjedh në buk, se ja keni dhonë të nderin njerit 18 milion në vit, i ka marrë për qatë punë. Jo e dini shumë mirë shka keni bon, se ju keni marrë shpia banesa për qati të nderit 18 milion qëtë. Edhe den, në ditë sodit, me dalë me folë, e me thonë di shka, po këtë Albinis po kuptoj se këtë përveshë ju këtë shaqit për jashtë, për parlamentit. Shka ki ti burë, kish dala e akës as 5% vota të Armenia, që folke se i ka 80% vota, va boca. Po 5% e ki jo burë. 5% janë ve strukturë. As një njeri nuk e ki në Kosovë që të ka votu. 5% në struktura, degë e në ndegë të akës. Lëdykën, a ke po, veç struktura e ka votu. Degë në ndegë, as një se ka votu. Lëdykën njëjtë. Degë në ndegë. Pople krejtë kanë votu Albinin. Këshall marrë me dalë, me ba thire, me thonë hajde tash me 17 po protestohen edhe kundra Albinit. Si vjen marrë burë, torë poshtë për juve. Do të me ardhë marrë. Po nese, s'kini pas marrë as për para as tash, po në zdi shkem të full këtë. Ju qata i një konë qatë heshit, kejtë ka 300 hektar tokë i keni marrë, 14 cent, me pas marrë se kishim marrë heq, po i keni marrë. Po nese, ama pople janë mushmen, nuk janë të fore ma. Po ju përshëndes deri në video në ashme.